Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues që jeni duke na ndjekur në emisionin Arom Shkodre. Unë shpresoj që sot audiencën ta kemi po aq të mirë sa e kemi pasur gjithmonë, sepse ka surpriza sonte, surpriza shumë të veçanta. Atë që kemi premtuar një javë më përpara, ne do të festojmë ditëlindjet. Dhe do ta nisim pa humbur kohë ditëlindja e parë, pasi në dy materialet e emisionit do të kemi një zotëri dhe një zonjë shumë të nderuar që kanë festuar në mënyra të ndara ditëlindjet e tyre. Do i nisim fillimisht me zotërinë e parë, bëhet fjalë për miqën e madhe Zevgjini. Ai ka festuar 75 vjetorin në qytetin e Shkodrës. Tani ne ditëlindjet gjejmë forma nga më të ndryshme për t'i festuar. Zakonisht janë familjare, shoqëria, vendosin një dekor, disa tullumbace dhe kaq. Por janë disa ditëlindje që janë me të vërtetë shumë të veçanta, pasi përveç se faktit e urimeve të ngrohta familjare që nuk mungojnë në një ditë të tillë, është mirë që shoqëria të kujtohet për disa individ që kanë kontribuar shumë për qytetin e tyre. Dhe nëse do të marrim personalitetin e inxhinierit Zevgjini, do ta nisja fillimisht kontributin e tij të madh që ka dhënë në ndërmarrjen artistike në qytetin e Shkodrës, kontributin në shoqatën e artizanëve dhe jo vetëm atyre shkodran, kontributin që ka dhënë në shoqatën Mirdita, në qytetin e Shkodrës e të tjerë. Prandaj, një personalitet i tillë meriton një ditëlindje krejtësisht ndryshe. Ne sillim atë në emisionin Arom Shkodre përmes një reportazhi. Le të shohim se si është festuar ditëlindja e miqit të madh Zevgjini. Shtatë 75 vjetori i inxhinierit Zevgjini mjeshtër i madh. Është lindur më 19 mars 1950 në fshati Vig, në një familje fisnike meritore. Bëri vetëm 3 vite shkollë fillore në Vig dhe që në klasën e 3 e vendosën para kohe komandant të shkollës. Kurse vitet e tjera pasuese të shkollimit do të ishte larg familjes. Shkollën 8 vjeçare e kreu në Kalivaç nga ku mori edhe të drejtën për ndjekjen e shkollës së mesme pyjore në Shkodër. Do e përfundonte këtë shkollë me notë mbi mesataren, ku ndër të tjera u dalluan aktivitetet sportive, kryesisht në futboll, në ndeshje mes shkollave të mesme të qytetit. Në vitin e fundit 1969 mori pjesë edhe në një studim mbi rilevimin e ekonomisë pyjore në Cukal. Në shtator të vitit 1969 u emërua teknik i mesëm pyjesh me detyrën e përgjegjësit të ekonomisë pyjore në Kashnjet. Aty për 2 vite punoi mjaft mirë dhe veçanta ishte se realizoi një fidani shtëpishe, e cila u cilësua më e mira në Shqipëri, dhe po këtë vit filloi mbjellja e parë e pishave. Sot në Kashnjet do të gjesh masive të tëra me pyje. Ky rezultat dha efektin e tij pozitiv, që Zefi të merrte të drejtën për të ndjekur studimet e larta në shtator të vitit 1971. Hasi vështirësitë e para në fakultet, pasi jo vetëm vinte nga një shkollë profesionale, por edhe kishte 2 vite që e kishte përfunduar atë. Nga ana tjetër, ishin edhe kushtet familjare, pasi Zefi tashmë ishte martuar, bile ishte bërë edhe prind. Pavarësisht kushteve në të cilat nisi universitetin, tregoi një këmbgulje të madhe dhe arriti të marrë në atë kohë gjithë provimet brenda vitit, pa lënë asnjë përvjesht. Caktimi në degën e përpunimdrunit ndoshta ishte një rasti edhe një favor për mua, dhe unë në shkollën e lartë kam pas rezultate të vazhdueshme gjithë një rritje. Në vitin e fundit, ndoshta kjo ishte ai hopi më i madh i imi, u caktova nga Ministria e Industrisë Lehtë Ushqimore në Artistike Shkodër. Në vitet që pasuan, tregoi një rritje të nivelit të tij si student dhe në fund në mbrojtjen e diplomës u vlerësua me notën 10. Një vlerësim ky që arrihej tepër rrallë në fakultet në vitin 1976. Për këtë rezultat u zgjodh nga Ministria e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, duke e mbruar direkt në ndërmarrjen artistike Shkodër. Caktimi në degën e përpunimdrunit ndoshta ishte një rasti edhe një favor për mua, dhe unë në shkollën e lartë kam pas rezultate të vazhdueshme gjithë një rritje. Në vitin e fundit, ndoshta kjo ishte ai hopi më i madh i imi, u caktova
nga Ministria e Industrisë Lehtë Ushqimore në Artistike Shkodër. Në Artistike u prezantua me një projekt të zruktarisë, i caktuar dhe zbatuar nga Komiteti Ekzekutiv i Shkodrës. Ishte një rast veçantë që t'i besohej zbatimi i projektit, por për këtë kishin ndikuar rezultatet e tij të larta në fakultet. Projekti në fund të tij u vlerësua shumë bazuar dhe në rezultatin financiar, pasi solli përmirësimin e teknologjisë. Kena pas detyrë, domethënë, që në stazh më mbrojt edhe diplomën. Unë diplomën pa ta fatin e mbrojta në ndërmarrjen artistike, ku atje bëra një projekt, instruktarinë e ndërmarrjes, e cila ky projekt u miratu nga Komiteti Ekzekutiv i asaj kohe, dhe doli me një rezultat, domethënë që ndoshta pa besueshëm, që e vetë shlyente për 1 vjet e gjys. Projekti e shleu veten për 1 vit e gjysmë. Kjo gjë nuk ishte ndodhur më parë në ato vite. Puna e inxhinierit Zevgjini në ndërmarrjen artistike në vitin 1975 e deri 1992-93 ka qenë një punë e jashtëzakonshme në aspektin e shkencës, krijimtarisë, marrëdhënieve mes njëri tjetrit e të tjerë. Ndërmarrja shtoi dukshëm numrin e punëtorëve, kryesisht vajza me shkollë të mesme, duke bërë që numri të punësuarve të arrinte në 2500. Duhet ta dini që ndërmarrja artistike kishte asat, domethënë artistat, domethënë njerëz të talentuar, artizan talentuar të Shkodrës janë mbledhur në ndërmarrjen artistike. Sot një pjesë e tyre i shoh në shoqatën e artizanëve të Shkodrës. Në artistike ishin emëruar mjeshtrat më të mirë të Shkodrës, në degët argjendari, bakër, tezgja, gdhendje druri, aplikime me metal deri në punimin e arit. Filluan të përvetësoheshin zanate dhe ndihmesa që dhanë mjeshtrat ishte një lloj sikur të përfundonte një fakultet të dytë. Ndërmarrja artistike për mua ka qenë ndoshta një universitet i dytë në drejtimin e punimit artistik të drurit. Unë kam qenë inxhinier dhe kam dalë me 10 në përpunimin e drurit, industrial, më mirë me thënë drurit. Kurse kjo mund të themi që ishte, nuk mund të themi universitet, se s'ka emër të tillë, por ama për mua ishte një praktika. Artizanati në Shkodër ishte një shkollë e dytë. 3-4 vitet e para, Zevgjini punoi si inxhinier i degës së drurit. Pastaj kaloi si përgjegjës repartesh. U dallua për organizimin mjaft të mirë të punës, studime shkencore, krijimtari, realizim ekspozitash dhe gjithmonë te i kalimi detyrave shtetërore. Prej këtyre rezultateve në vitin 1988 u dekorua nga Kuvendi Popullor dhe me këtë rast u emërua krye-inxhinier i ndërmarrjes. Masa e punëtorëve ishte unanimisht në votimin e tij për detyrën e re. Me ndërimin e sistemeve dhe tranzicioni që përfshiu Shqipërinë në vitin 1994, Zevgjini krijoi firmën e tij me emrin Gjini, ku realizonte kryesisht gdhendje në dru, punime artizanale në tavane, dyer, parmak, dhomgjumi, punime artistike në formë suveniresh, të cilat morën njehon të madhe në Shkodër dhe në shumë qytete të tjera të vendit. Këtu punohet në një kahje të trashëgimisë me drunin. Fillimisht është edhe vend pune për trit, për njerëzit që kanë ide, kanë këmullje për me kenë vetvetja, me pa diçka të bukur, gjë që edhe tregu e kërkon. Unë detyrë vetit që në fillim të merrem me punime drurit, por ama në një drejtim tjetër, jo punime normale drurit si që punohen shumë pika në Shkodër dhe gjithë vendin, por atë art që kishim dhe që kena kalu në ndërmarrjen artistike, edhe duke pas parasysh edhe shtëpiat tradicionale të vjetra me tavane, me dyre etj etj, unë vendosa që të merrem me artin, artizanatin e punimit të drurit, domethënë punimin artistik të drurit. Me punimet e firmës së tij, Zefi ka marrë pjesë në shumë panajire si në Bari të Italisë, Graz, Austri, Janin, Selanik, Athinë të Greqisë, në Maltezi, Kosovë e të tjerë, duke ekspozuar me profesionalitet të lartë teknikën dhe trashëgimin ton të Shkodrës, por dhe gjithë Shqipërisë. Ky me mjeshtrat që ka dhe me gjithë këtë punë që ka, traditën që ka fituar dhe ka ruajtë, je u plotson atë dhe i vend treg edhe vetë është i fituar, po dhe njerëzit janë të kënaqur. Mund të them që është një punë e mrekullueshme. Unë nuk e kam ditë që në Shkodër gjendet një ndërmarrje e tillë, kam dëgjuar, por nuk kam arrit me e pa dhe jam mrekulluar nga punimet që kam pa këtu. Është një
mrekulli e punimeve ndrum, një gdhenje e mrekullueshme dhe për më tepër një vazhdim i një tradite të hershme të Shkodrës, e përcjellur nga mjeshtrat e tjerë që kanë punu dikur drunin si Kolespani e tjerë dhe që Zotni Zefi është duke çu matej dhe duke zhvillu dhe matej dhe ma bukur. Jam paksaj habitur që domethënë ka përsëri njerëz tillë të cilët e shohin rrugën e ecjes së tyre drejt zhvillimit, domethënë përmes artizanatit dhe kthimin e punës së dorës dhe zejtarisë në biznes për të mbajtur familjet e tyre. Ishte viti 2010 kur i bën ftesë në shoqatën e artizanëve fillimisht si menaxher. Ishte koha e duhur dhe momenti i përshtatshëm të jepte kontributin e tij në vazhdimsi në profesionet e ndryshme të artizanëve të Shkodrës dhe të gjithë vendit. Kontribut që ai vijon ta jap edhe sot. Me propozimin e inxhinierit Zev Gjini, Këshillit Bashkiak të Shkodrës, u miratua Dita e Artizanatit dhe u caktua me miratim unanim 10 qershori si data e përvitshme e këtij aktiviteti. Ndër vite, rezultatet në shoqatën e artizanëve kanë qenë mjaft të mira. Risi ka qenë realizimi i numrit të panajireve, një numër rekord ky, jo vetëm në Shqipëri, por dhe botë. Mjafton të përmendim këtu 100 ditë panajir, brenda një viti në qendrën e qytetit të Shkodrës, kryesisht në pedonalen Koli Dromeno. Për punë të mirë në këtë drejtim, Këshilli Bashkiak i dha Zev Gjinit titullin Mirënjohje e qytetit të Shkodrës në shenjë vlerësimi për ekspozimin e vazhdueshëm të punimeve të krijuara dhe trashëguese e mjeshtërive mbi 2500 vjeçare të Shkodrës. Një punë e madhe është bërë në projekte apo kurse kualifikimi të drejtuara nga mjeshtra e specialistë të shoqatës së artizanëve. Janë realizuar me qindra projekte si shoqat përmes kontributit të mjeshtrave mbi zhvillimin e artizanatit, dhe këto të mbështetura nga pushteti lokal, ai qendror dhe strukturat europiane. Nga puna e inxhinier Zev Gjinit gjatë gjithë jetës së tij me artizanatin, erdhi dita e 20 gushtit 2020, ku në një panajir të organizuar nga Bashkia e Shkodër në bashkëpunim me shoqatën e artizanëve në oborin përpara bashkisë, në të cilin mori pjesë edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta, i dorëzohet në një ceremoni dinjitoze titulli i lartë Mjeshtër i Madh, vlerësimi më i madh profesional në jetën e tij. Duhet falenderoj veçantë inxhinier Zev Gjinit për rolin e tij të jashtëzakonshëm në jetën e Shkodrës, por në mbar vendin për të ruajtur dhe për të shëruar këto. Për kjo është arsye që edhe jam i nderuar dhe privilegjuar që jem sot së bashku me ju që ta vlerësoj me titullin e lartë dhe të jetuar prej kohësh mjeshtër i madh. Presidenti i Republikës i jep Zotit Zev Gjini titullin Mjeshtër i Madh, me mirënjohje dhe në vlerësim të kontributeve të shquara në fushën e artizanatit, zejtarisë dhe trashëgimisë kulturore, si dhe për përpjekjet e parreshtura në fushën e inovacionit në shërbim të vlerave tradicionale. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Zoti President, të falenderoj pa mos me shpirt të më zemër dhe një këtij titulli të lartë të profesionit tim, të punës që kam bërë gjithë jetën me punime artistike, artizanale dhe së fundi me shoqatën e artizanëve, kemi punuar të gjithë së bashku për të mirën e artizanatit dhe zejtarisë dhe do të punojmë gjithnjë më shumë gjatë gjithë jetës time. E veçanta është se që nga viti 1975 e deri tani, inxhinieri nuk ka ndryshuar profesion, por gjithë jetën e tij ia kushtoi artizanatit dhe zejeve. Duhet theksuar fakti se inxhinieri Zev Gjini, kudo ku ka punuar dhe është angazhuar, ka shprehur gjithmonë preardhjen e origjinën e tij dhe flet gjithmonë me nostalgji për mirditën. Nisur nga kjo, por dhe vlerat e tij njerëzore, ai u zgjodh dhe kryetar i shoqatës Mirdita që në vitin 1993. Dhe në vitin 2016, shoqata riorganizohet nga 10 mirditorët më të mirë të Shkodrës, me shkollë e profesionet të larta si inxhinier, doktor, avokat, mësues, ushtarak e të tjerë. Edhe pas riorganizimit, Zev Gjini u zgjodh në krye të saj. Takime dhe aktivitete të vazhdueshme ka realizuar kjo shoqat kryesisht në Bashkinë në Shkodër, Vallë Dejës dhe në Mirdit.
Aktivitetet kryesore kanë qenë të paktën 2 herë në vit, ku merrnin pjesë mbi 200 mirëditor. Në çdo aktivitet janë ftuar personalitete të artit dhe shkencës me mjaft vlerë si akademiku Mark Tirtja, mësuesin dhe shkrimtarin Preng Cubëlleshin, dramaturgun e njohur shqiptar Falil Kraja, mjeshtrin e madh dhe studiuesin Ahmet Osja, gazetarin e mirënjohur Gjergj Marku e mjaft mirëditor të tjerë me reputacion në Shkodër. Në aktivitetin e shoqatës kanë qenë të ftuar nderi edhe priftërinj, pasi dihet botërisht se Mirdita i përket besimit katolik, një merit kjo edhe për Shqipërinë. Me krenari që i mirëditore, pa tjetër, përderisa e them edhe direkt Katundi Vjetër, Rubik, me krenarit madhe që jam mirëditor. Mund të them pa prik figurat e Mirditës, se cili në profesionin e vetë, edhe kjo në më rëndë gjithë. Evente, këto takime janë i shërbim të qëllimi. Unë realisht kam kënaqësi, kam ardhur me gjithë familjen time dhe ndjek kënaqësi dhe shpresoj që këto eventet na bashkojnë, edhe të jenë gjithë më shpeshta, edhe të njëra të lumtur me një tjetrin. Kur del drita, shëndesim o gjithë Mirdita. Kemi të drejtë të nxjerrim konkluzionin se inxhinier Zevgjini, mjeshtër i madh, është një personalitet universal që e shohim sot në lartësinë e 75, i njohur në art zanate, njohës dhe trashëgues i traditës së popullit, një njeri i aftë me informacione kulturore, zakonore, me kontribute në studimet shkencore e profesionale, sportive të tjerë, duke e bërë atë një person publik mjaft të dashur në qytetin e Shkodrës. Sot ai vazhdon angazhimin e tij duke shpërfillur vitet, po kryen me sukses pozicionin kryetar i shoqatës së artizanëve, kryetar i shoqatës Mirdita tashmë të licencuar me degët në Shkodër, Velipoj e Vaudejës, antar i kryesisë së Unionit Mirdita të Shqipërisë e të tjerë. Nuk na mbetet gjë tjetër veç se t'i urojmë gëzuar ditëlindjen mjeshtër dhe gjithmonë aktiv e me shëndet të mirë pranë nesh. Unë ju përshëndes dhe ju uroj një mirëseardhje shumë të madhe që sot keni ardhur këtu së bashku me ne për të ndarë një gëzim shumë të madh, që është ditëlindja e mjeshtrit të madh Zevgjini. Ju e dini që në jetën tona ne japim shumë rëndësi ditëlindjeve të fëmijëve, sidomos kur ata bëhen 5 vjeç. Pastaj kur mrin tek 20 vjetori, mendojmë se është kulmi i rinisë së tyre dhe bukurisë së tyre, gjithë i gëzohemi. Në fakt, duket sikur ditëlindje që pasi kalon të 60-ta s'marrin atë rëndësi që duhet të merrnin. Megjithatë, sot nuk jemi thjesht për një ditëlindje të zakonshme, por jemi për të festuar ditëlindjen e një njeriu i cili ka kontribuar jashtëzakonisht në shoqërinë shqiptare. Nuk doja ta kufizoja vetëm në kontributin që ai ka dhënë në Shkodër, ku edhe ka banuar ose ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij, por kontributin që në vendlindje, kontributin edhe për Mirditën, kontributin për zejtarin në të gjithë Shqipërinë. Në emër të mirëditorëve të Shkodrës, Vaudejësit dhe të Velipojës, dëshiroj të shpreh falënderimin për pjesëmarrësit në këtë aktivitet kulturor që organizohet me rastin e 75 vjetorit të mjeshtrit të madh inxhinier Zevgjini. Vazhdimisht, mirëditorët në Shkodër kanë dhënë kontributin e tyre të çmuar në historinë e këtij qyteti, kontribut i cili shpeshherë ka patur dimension kombëtar dhe ndërkombëtar. Shkodra, por edhe Shqipëria, shqiptarët kudo në botë, ju kanë shprehur mirënjohjen dhe janë krenuar me punën dhe aktivitetin e tyre në shekuj. Janë të shumë mirëditorët që kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë në Shkodër, që janë bërë pjesë e historisë së këtij qyteti. Kontributi i tyre në situata të ndryshme të historisë ku Shkodra ishte pushtuar dhe rrezikuar në armiqtë tanë, kontributet mbetet më kritike të saj, si dhe kontributin kohë paqe janë vlerësuar nga historianët, akademikët, pushtetarët, por edhe nga opinioni qytetar. Ata kanë qenë dhe mbeten në memorien kombëtare, në barojë të shumë zhvillimeve ndihmuese dhe përcaktuese, si për çështjen kombëtare,
por edhe në fushat e tjera, si në arsim, kultur, letërsi, art, kinematografi dhe në profesionet të ndryshme më rëndësi për qytetin dhe vendin. Shumë mjeditorë që kanë punuar dhe jetuar në Shkodër janë bërë pjesë e historisë së shkruar dhe të lexuar, e cila studiohet në shkolla e institucione arsimore të të gjitha niveleve. Disa prej institucioneve të shtetit shqiptar mbajnë emrat e tyre. Në disa sheshe dhe qendra qytetesh janë vendosur monumentet e tyre. Disa lagje dhe rrugë kanë emrat e tyre. Në shenjë respekti dhe nderimi për ato çfarë kanë dhënë në dobi të Shkodrës edhe vendit tonë. I thash këto fjalë pa u ndalur me emra, sepse për pjesëmarrësit në sallë, por edhe për gjithë shqiptarët janë figurat e njohura që me të drejtë kërnohemi që janë me origjinë nga Mirnita. Ne si shoqat jemi shumë mirënjohës për punën, për aktivitetin, ka arrit me pasi tha para fotës e parë që rreth 100 panajër në vit. Ne futme si edukat, tu po edhe jashtë shtetit, po edhe në Itali ose në Gjermani më tjetër, që aty çdo fundjavë mashin panajër ose prezentoshin produkte dhe prodhimet artizanale, po arrit me fut si edukat në Shkodër, për herë parë që minimumisht organizim 2 herë në muaj në vit. Çdo kishim ditë caktuar në fundjavë për me bë organizim që madje në drejtimin e inxhinierëve të vit. Kështu që ne urojmë jetë gjatë, i urojmë që t'jenë si 25 vjeç ashtu që është gati edhe sot, edhe një shnet plot. Është krenari me folë për inxhinierët e vit. Është me tamam jo vesh mjeshtër më në fushën e tim, është mjeshtër më dash biseda, shoqëni dash. Gjej rastin që të përgëzojmë për gjithë kontributin e rëndësishëm në vazhdimsi në fushën e artizanatit dhe të zyrtarisë. Gjithashtu në organizimin e aktiviteteve që kanë pasur për qëllim ngritjen e urave të bashkëpunimit dhe të bashkëveprimit me mjeditorët e Shkodrës, gjithashtu në promovimin e vlerave historike dhe kulturore jo vetëm të Mirditës. Mjeditorët e Shkodrës kanë treguar në vazhdimsi vlera qytetarie, duke u mirë integruar dhe duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në të gjitha fushat e jetës. Të përcjell edhe përshëndetjet e kryetarit të bashkisë Albert Mbyshi, i cili në pamundësi për të qenë prezent për shkak të angazhimeve zyrtare, më ka dhënë mundësinë që në emrin e bashkisë Mirdit jap një certifikat mirënjohje të akorduar. Certifikat mirënjohje jepet zotit Zef Gjini për kontributin e rëndësishëm në fushën e artizanatit, zyrtarisë dhe trashëgimisë kulturore. Takzoni, jetë gjatë dhe lumtur. Shoh që ka shumë biseda tjera, por jam shumë i kënaqur në Mirditën, sepse ashtë si thojnë ajo bashkia parë, domethënë që origjinën time, dhe ju uroj punë parë kryetarit bashkisë, edhe bashkisë më harë Mirditë. Një personalitet në vojën e tij, është një qytetar model, edhe ajo që unë do ta titulloshe si gjëja më e rëndësishme që mund t'i atribuohet Zefit, është një mirditor model. Komuniteti mirditor në Shkodër është një vlerë e shtume qytetit Shkodrës, jo vetëm sot, por edhe në histori, edhe parashiri. Dihen familjet e mëdha të Mirditës Shkodër që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. E për këtë, në kohët e sotme, në momentet që po kalojmë, unë mendoj që Zërgjini është ai që po e riman ose e risell në dimensionet e duhura marrëdhënien e Mirditës me Shkodrën për tanta mirditorë model që kanë qenë, që vazhdimisht kanë qenë edhe në unitet njëri me tjetrin në Shkodër. Kjo është një ndjenjë e madhe patriotike. Kështu që unë pa u zgjat, edhe herë përshëndes në emrin e shoqatës Salvatore Dugagjini, zotin Zef, për gjithçka që ka dhënë për qytetin, për harmoninë, për respektin që ka tiftuar edhe ndaj komunitetit tjetër. Kryesia e shoqatës Salvatore Dugagjini i jep inxhinier Zerxhinit titulli antar nderi i shoqatës Salvatore Dugagjini, me motivacionin:
për kontributin e çmuar të dhënë për ruajtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore tradicionale shqiptare e në veçanti për qarkun e Shkodrës, për bashkëpunimin e suksesshëm shumë vjeçar me shoqatën adhetare Dukagjini për vlerat e larta intelektuale njerëzore të tij. Faleminderit shumë. Me vëjësin tjera, inshallah. Faleminderit. Unë e falenderoj dhe përgëzoj vëllezërit Dukagjinës, me në krye kryetarin Nosana dhe gjithë ju të tjerë që punoni në bashkëpunim me te, dhe jam mirënjohës. Zefin i kemi pasi intelektualin e parë të ati vendi dhe që ka ecur pa undaluar dhe kemi pa gjithmonë në ngjitje të shkallëve. Deri në mjeshtër i madh nga president Rubix. Prandaj për mu mbetet një udhërefim për ditët që na ka ngelur, jo veç për rrugën kulturore, artistike, por edhe asaj familjare. Ka një familje të shkëlqyer, një familje të njohur në gjithë mirëditën, për pajtim, për fjalë të urtë, për bujari, për besë dhe për gjithë shka. Dhe ato e munduar t'i përcjellim nëpërmes një këngë që kemi ndërtuar për familjen, për babën e tij. Prandaj, unë në emër të inxhinier Bashdocit dhe të kastriotëve, ja dorëzoj Zemgjinit me shumë kënaqësi dhe je kryefjala jonë, edhe e prezat e tri që kemi në familjet tona e në mbarë. Falenderoj kryetarin e shoqatës, po kisha edhe diçka, jo vërejtje, po sugjerim, me punu më shumë për kastriotet sa e minimal. Edhe më nga e si edhe ne ka Vigu, se Vigu me kalua, edhe flitit që edhe kastriotet, dhe dhe gjithë porta kastriotet. Komandant dhe Ramani. Shoqata Kuvendi Folklorik Kombëtar. Zotit Zemgjini. Akordon urdhrin Anton Qeta. Zotit Zemgjini. I tesareve të kombit shqiptar. Inxhinier me horizont të gjerë në njohjen artizanate e pasionist i kulturës popullore. Në mënyrë të veçantë ju përkushton punës artistike i sakët, i njerëzishëm, i drejt, fisnik, adetar dhe mbështec i pak ufishimi vlerave mirëditore e më të gjithë. Këshillimor i promovimit të unitetit si një pajtimtar i shqiptarëve njerëzor. Kryetari Gjon Froku, mjeshtri i madh. Të falni më të se edhe unë jam më i se ky dhe duhet përdor së të punoj. Nuk e përdora. Tani, do t'ju uroj këtij profesorit Zemgjini, jo vetëm sa është mjeshtri i madh, por për punën që ka bërë, se unë njohëm përmes shokëve që folën, por edhe përmes asaj që na u shfaq aty. I uroj shëndet, inshallah kështu jeton deri sa kemi urim 100 pastaj. Të uroj i shtetshëm, me mend, me kam siç është, edhe të kontribuoje në qytetin e shkollës. Faleminderit. I uroj shëndet. Shoqata e Artizanëve dhe Zejtarëve të Shqipërisë i akordon titullin e veçantë nderi i shoqatës inxhinierit Zemgjini, mjeshtër i madh.
Në shenjë vlerësimit për kontributin e vazhdueshëm ndër vite në mbarvajtjen e shoqatës, për kushtimin në përcjelljen e artizanatit tek brezat e rinj, ruajtjen e traditave dhe identitetit kulturor, si dhe evidentimin dhe mbështetjen e artizanëve dhe zejeve shqiptare. Për shoqatën e artizanëve dhe zejtarëve të Shqipërisë, nënkryetar Adnan Kombi, për bordin Prel Hasanaj. Krenaria e mirëditorëve në Shkodër, me motivacion për kontribut të shquar intelektual, profesional, artistik dhe shoqëror, që me punën e tij 50 vjeçare ka arritur të larë gjurmë pa shtyra në Shkodër, për të cilat mirëditorët do të jenë mirënjohës për herë. Sekretari Nduo Marku, nënkryetari avokat Ardian Bruma, e ftoi nënkryetarin zotin Ardian t'ia dorëzojë kryetarit. Do të thëmë 2 fjallë për inxhinierin edhe kryetarin tonë shoqatës. Herë du me ru me zemër, jetë gjatë që tjetë sa më gjatë për veten e vetë, ketë shëndet për veten e vetë, për familjen e vetë, edhe për shoqatën Mirdita, se me thonë drejten, kjo është ura lidhëse që s'ka pushu asnjë herë, s'është mërzit asnjë herë, qoftë ndoshta edhe prej aty në veprimet që bëhen çdo ditë. Pra, e uroj me zemër, jetë gjatë edhe shëndet. Sot, me rastin e detjenjes ti 70 vjetorit të detjenjes në pamundësi për qenë pranishëm, për arsye shëndetësore, i uroj Zefi jetë sa më të gjatë dhe... Përshëndetje, inxhinier Zefi. Nga zemër uroj edhe në shëndet e tjera të lumtura, plot shëndet, mbarësi për në familjes tuaj. Është vlerësi për mua si specialist yje, si koleg, si mik, që në rastin e 75 vjetorit të uroj gjithë të mirat e jetës. Zërgjini është një pikarhinës time që unë kam lindur, është një pijgjatë të fanë, e në kontim të figurshëm, me integritetin e tij, duhet të gjithë ta kenë Zefin familje, ta kenë komshi, ta kenë nik e bashkëtar, aq më shumë ne që kemi një. Ai është të tërshëm, i ditur, një inxhinier spikator, si Mirdita Smorgjin, ai jetoi u shkollu dhe vlerësu maksimalisht nga qytetaria shkodrane. Ai u përshkas që të mosmenitet misitë e forta që durueshme të Shkodrës me Mirditën, shullesi shoqatës me Dita me qenën Shkodër. Kështu që respekti imponon në respekt dhe i tjerë mund të bëhet shkas për misitë forta dhe të durueshme. Me një fjalë mund të thuhet se ai është kurajos, iniciator dhe mirëkujdesshëm, ka një humor të ëmbël, është origjinal dhe kontinin realitetin. E në përmbyllje duhet të them se Shkodra njihet si kryeqendra e krijimtarisë së artizanatit dhe fal punës dhe për kushtimit mjeshtrisë rrallë të ish kryeqendrit të shquar të marrës artistike Zefini, duke mësuar edhe me daljen e punës. Urime Zefini vërtet e gëzuar që më jepet mundësia të uroj në përjetojnë e ditë të lindjes mjeshtrin e madh inxhinier Zef Gjini, kryetar i shoqatës së artizanëve dhe zejtarëve. Nga studio e RTS Shkodrës, ku inxhinier Zef Gjini ka ardhur dhe është vazhdimisht i ftuar për të folur dhe lançuar vlerat më të mira të artizanëve të Shkodrës për një vetëm. Zefi ka pishruar cilësitë më të mira të një militori që vjen pikërisht nga ashtja dhe nga zemra e Mirditës, për të shpërfaqur pastaj me punët e tij mrekullueshme që ka bërë në jo vetëm si thjesht inxhinier kryor, por mbi të gjitha edhe si një arkitekt i punirë me tru në shumë vende të botës. Kudo ai ka përshkruar Mirditën tonë të dashur. Unë do të përgjizoja vetëm i fjallë. Inxhinier Gjini është dhe mbetet njeriu model për gjithë ata që kanë dëshirë të dinë se si zihet, mbahet mend dhe mbahet gjatë një shoqëri dhe një shok i tillë siç është Gjini. Ndaj Gjuar të fini në gjysh, nuk jam atë sot, po me zemër edhe me shpirt praniosh.
Ftyroj edhe 100 vjet të lumtura janë. Jam I lumtur që më dha rasti të përshëndes dhe t'ju uroj Zergjinit edhe 100 vite tjera me të rastin e 75 vitorit të lidhjes tij. Zefi pasi mbaroi shkollën e lartë në degën përpunimdrori në Tiranë, u ngarkua me detyrën e inxhinierit dhe të kryenxhinierit në ndërmarrjen shumë të rëndësishme artistike me gjeni Shkodër. Por ai u ngarkua edhe me 2 detyra tjera të rëndësishme. Njëra ishte kryetar I shoqatës së Mirditës Deka Shkodër dhe tjetra ishte dhe është kryetar I shoqatës së zejtarëve të Shqipërisë. Duke ditur të menaxhojë veprimtarinë e kësaj shoqate, ai mundësoi që të hapë në Shkodër disa ekspozita apo pandajere ku u ekspozuan prodhimet më të bukura të zejtarëve shkodran, të cilat kanë veçori dhe karakteristika mjaft të bukura dhe të rëndësishme dhe që gjetën vendshitje në Shqipëri dhe në gjërë. Kemi bashkëpunuar në disa aktivitete dhe vazhdojmë bashkëpunimin dhe vërtet me njohjen që unë kam e gëzoj respekt të jashtëzakonshëm dhe nuk kam pse të zgjatem, gëzuar zoti Zef dhe t'ja kaloni sot sa më bukur. Më falni shumë për mos prezencën time. Urime. Është personi që kulturën, virtytet më të mira dhe asaj treg I sodhi dhe pasuroi Shkodrën. Shkodrën me qytetarinë e saj, me kulturën e saj. Emni jote edhe figura jote edhe vepra jote ka me jetu jam I sigurt gjithmonë mes nesh. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. I falenderoj gjithë ata që kanë vlerësuar babën më përpara dhe gjithë që shoqata që e vlerësuat. Është një gjë shumë e madhe për ne. Historia e babës është shumë e gjatë, domethënë ka pas rezultate shumë të mëdha edhe për ne ka qenë një model. Ne jemi munduar me pas si model, përveç se ka qenë një prind shumë I mirë, ka qenë edhe një shok I jonin të hush. Kështu që babës I uroj jetë gjatë të lumtur, edhe ju shumë faleminderit për vlerësimet që keni. Ju falenderoj tanëve keni lënë punë të tuja kemi marrë me vlerësu babën. Falenderoj edhe Dom Blashin që na la mundësinë me kriju këtë aktivitet këtu, në këtë sallë në emrin të madh, kardinalin Mikel Polici. Falenderoj të përfaqësuesit e Mirditës që kanë ardhur bashkisë, shoqatat, s'po I them tonë me emrin, profesorin Zef Çoba, futbollistin e madh, Vatën, edhe ju uroj shëndet të tonëve, të bëni tonë 100 vjeça, edhe të ju bëjë tjetër jetë gjatë. Ju më keni lënë pa fjalë, nuk kam me thënë drejtën se që me folë për punët e mia, sepse u bë një përshkrim I jashtëzakonshëm. Falenderoj Kozeta që keni gjithmonë pranë aktiviteteve që po bëun, edhe që njeh shumë mirë dhe kishe bë një mund pëlqen ajo që ke bë. Dhe me thënë drejtën, këto ndoshta duket vetja I fije si më I madh se I madhi, po edhe realitet janë, pavarësisht nga vlerësimet që më keni bë. Edhe ju falenderoj shumë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, ju falenderoj edhe gjithë tjerë me qindra që kanë marrë telefone, mesazhe, sepse janë ditë ka qëllu kjo ditë e bukur boll, ditë e mirë, si tha zotni Zefi, jena ditën është në Zefit, kena pas rrisë ndoshta që kena lënë këtë ditë, edhe njëkohësisht edhe genet traditën që kemi, edhe mjeshtëritë s'po du me ashtu poshtë që kena gjetë Shkodër, kena rritë këtë ditë. Unë për veti jam shumë I kënaqur, inkurajum, nuk prekem hiç për këtë punë, jam tek me I kënaqur, dikush ka thënë Abraham kishe më bëj 20 vjeç. Në fakt, vështirë mi bë më këtë punë, por jam shumë I kënaqur me punën e me jetën time. Përshëndes gjithë ju që jeni këtu po e përsërisë dhe mediat që më kanë njeh. Unë me thënë drejtën, si person kam qenë pak si
E njeh pak vetin, tjerë njohin më shumë. Po kam qenë i rregull, por nuk kam shpërthy shumë, ose kam shpërthy nga fundi me vonesa. Dhe këto rezultatet politike, qenë të bashkije, partia punës dikure, kështu, i kam ne pak si rezervum, por se kam lënë vetin, në fakt, ka momenti edhe kam shpërthy, me qëllim. Këtë metodë kam ndjekur gjatë kohës. Unë kisha më rekomandu, ose më mirë me thënë vetë, kam ndjek anën profesionale, zanatin, shoqërinë, me politikë, së më ka pëlqy, sepse kam pa, edhe kam pas edhe frikë. Ty pa njerëzit, burin mirë, rrënja 2-3 vjetë, vjellë, futet në burë, shkore në këtej, kështu që unë nuk i kam shefa të punë. Unë përsa, nuk jo tham ju, se dikush duhet më marrë po të punë. Ju jene smeni po të tjerë. Kështu që unë, me thënë drejten, jam i knashër me këtë rrugë që kam njekë, 100%, nuk kam asi vrejtje këzet, dhe inshallah kena jetën e gjatë, edhe ta kana bashkëpunoj me ju, punojmë prapë, deri në fund. Mirë që këtë jarë. Dhe nga mjeshtri i madh Zef Gjini do të kalojmë te një zonjë shumë e nderuar, ajo quhet Naile dhe banon në Fushkruj, por vajza e saj është një personazh shumë i njohur në qytetin e Shkodrës për zemrën e bardhë që ka, për punën e palodhur që ka realizuar. Bëhet fjalë për zonjën Valbona Tula, aktualisht drejtuese në shtëpinë e fëmijës në moshën 16 vjeçar. Ditëlindje e mirë organizuar. Përse sjell ditëlindje e zonjës Naile? Është shumë e rëndësishme për ne që jemi dhënë kaq shumë për të festuar ditëlindjet e fëmijëve, të harrojmë se kanë nevojë edhe brezi i tretë për gëzime, për vlerësime shumë të veçanta, sidomos kur jepen në 80 vjetorin. Prandaj le të mos i harrojmë ditëlindjet e brezit të tretë dhe përmes këtij materiali le të nxisim brezin e dytë apo brezin e parë, të kujdesem fort se është fat për ne që i kemi ende në jetë dhe i gëzohemi marrëdhënies e për më tepër dhe bashkëpunimit me ta, sidomos kur kanë një mendje shumë të kthjellët dhe që janë mbushur me një eksperiencë së paparë jetësore, prej të cilës ne ende kemi nevojë dhe gjithjetën do kemi nevojë. Le të ndjekim festimin e dytë të zonjës Naile në 80 vjetorin realizuar në qytetin e Shkodrës. Sikur vëmendjen për festimin e ditëlindjeve ju a japin fëmijëve dhe shpesh harrojmë se këtë vëmendje e meriton dhe brezi i tretë, ati brezi që nuk rreshti së punuari dhe edukuari, brezat e tëra fëmijësh. Ndikoi dukshëm në formimin e tyre si qytetarë të denj, që në voglit e hershme. E pra ditëlindjet e mësuesve marrin një ngjyrim edhe më të veçantë emocional, pasi mirënjohja ndaj tyre në ditë të shënuara shprehet dukshëm. E ku ka më bukur se sa festimi i 80 vjetorit dhe nëse mendoni se këto vite i përkasin thjesht një gruaje të nderuar e ulur në krye të tavolinës që sheh me admirim gjithsa ndodh në ditëlindjen e saj, gaboheni. Ajo është një zonjë kaq energjike sa gëzon dhe e shijon me të tjerë ditëlindjen e saj. Në këtë mbrëmje, ajo do të këndojë dhe gëzoj me gjithë energjinë e shpirtit dhe të mendjes. Po, kush është kjo zonjë vitale? Quhet Naile Maloku, banon në Fushkruj, por 80 vjetorin e saj zgjodhi ta festojë në Shkodër, në një subjekt privat pranë Lumit Buna. Arsyet se përse zgjodhi Shkodrën janë të shumta, por ne do të përmendim disa prej tyre. Miqësia që ajo lidhi vite më parë në Fushkruj me miken e saj shkodrane Liliana Ceni Lici, u rezistoi kokrave edhe pse së bashku punuan 10 vite si arsimtare.
Vajza Nailes është një mike e jona dhe mjaft shkodranëve, një zonjë nderuar, Valbona Tula, e cila aktualisht punon si drejtuese e shtëpi familje për grup moshën 16 deri në 18 vjeç në Shkodër. Një arsye tjetër e fortë është lidhja e ngushtë me familjen Naraçi, prandaj edhe grupi Berti me miq, jo pa qëllim janë ftuar këtu. Por, le t'ua prezantojmë teleshikuesve të emisionit Arom Shkodre profilin e mësuese Nailes. Ka punuar 36 vite si arsimtare në fushë kruj, një profesion që deshi që në fillim dhe do ushtronte me pasion deri në dalje në pension. Kaq dje dashuri për colli tek brezet e fëmijëve, sa edhe pas kaq vitesh, ka ende ishën nxënës të saj që shkojnë dhe takojnë. Bile pa përtes, ajo ndihmon fëmijët e ishën nxënësve të saj dhe këtë e bën falas. Ushtrimi i profesionit edhe në këto vite e mbush emocionalisht. Naile pati fatin e mirë të gjente njeriun e zemrës të denjë dhe të përkushtuar. Ganion, ushtarak. U njohën në Tiranë dhe u martuan 60 vite më parë. Kanë patur një harmoni të admirueshme gjatë gjithë jetës dhe këtë u munduan ta përcjellin tek 3 fëmijët e tyre, Arbeni, Valbona dhe Elida. Për fat të keq, humbja e zotit të shtëpisë më 2013 nuk do të ishte as pak e lehtë të përballojë. E aq më tepër për Nailen. Por Rita vazhdon dhe gëzim të ri i dhanë familjes Maloku 8 nipa e mbesa dhe 1 stërmbes. Zoja Naile Maloku është një grua vitale, e cila përpiqet të marrë të bukurën jetës dhe ta jetojë atë me mundësitë që i afrohen. Burime e frymëzimi për të janë leximi i librave, të cilat nuk i heq nga dora edhe në këtë moshë, e tërheq gatimi dhe dëshiron të provojë receta të reja, me të cilat njihet në media apo dhe rrjetet sociale. E adhuron muzikën, sidomos këngët e vjetra të festivaleve të radio televizionit shqiptar. Ka një grup mikesh mjaft të mira dhe shumë shpesh organizohet me to dhe udhtojnë. E thënë ndryshe, udhëtimet i ka pikë të dobët. Është e papërtueshme dhe mjaft energjike. Fillimisht 80 vjetorin ajo do ta festonte në Fushkruj, aty ku jeton së bashku me familjen e Arbenit, dhe ja, festimet tashmë janë shvendosur në Shkodër për arsyet që përmendëm më lart. Festën e parë takon të djalit shtëpisë, sepse mami ditëlindjen e ka pasur me datë 12, kështu që Beni ka bërë një super fest në Fushkruj. Unë dhe Lida, normalisht që Lida atje, unë këtej. Festa e dytë e bën vajza, e dyta Beni më i madhi, unë i ftova në Shkodër. Dhe jam shumë e lumtur për këtë. Të tretën do ta bëj Lida, do ta thras gjithë atje, nuk e di si diçka do të bëjmë. Unë ju uroj të gjithëve mirëseardhje. Jam fort e lumtur që duke qenë si një vajzë e babit, por si gjithë kam një super emocion, sepse në këtë historikun tonë të familjes të shkëlqyer, unë dhe mami nuk kemi parë fort si vajza, si nëna me vajzën, po si dy motra. Sepse Lida thot gjithmonë që unë kam 2 mama. Me Beni, por normalisht i zoti shtëpisë, sepse babi nuk jeton më. Por ma do mendja, me sot do të festoj pafundësisht për t'ju uruar 80 vjetorin mamit tim, është një shifër e madhe, por më mami duket shumë për shumë e re. Dal nga dal mbrapa do t'ju prezantojmë miq, pavarësisht se pothuajse shumica jemi të njohur mes nesh, por pastaj do të bëjmë një përshëndetje specifike. Ju sot në Shkodër, mendoj një lokal të lezetshëm, të bukur, të ngrohtë,
me disa miqtë të mrekullueshëm, Bert Naraçi dhe shokët e tij, Bert Naraçi me miqt. Ka dhe një histori të bukur me familjen tonë, me babin, dhe kështu që dal nga dal do të fillojmë që t'i bëjmë një përshëndetje të gjithë. Duke filluar nga nëna ime, nga nëna Nailja, nga zysh Nailja, dhe të gjithëve, unë ju uroj një darkë të këndshme, muzika do jetë shumë e bukur, duhet ta shfrytëzoni në çdo moment, këtu s'ka rradhë, s'ka absolutisht asgjë, vetëm hidhuni pafundësisht. Vese duhet ta dini, në këtë tavolinë dhe në këtë darkë janë njerëz më të shtrejtë të mitë. Ajo do t'i thotë, qeshë ndriçon zemrën sa. Ne kemi asistuar në shumë ditëlindje, por e themi me bindje se kjo ishte vërtet një ditëlindje të veçantë dhe organizuar mjaft mirë. Një organizim ku alternua shkëlqyeshëm alegria me fjalët e dala nga shpirti, ku dedikimet nuk munguan dhe mes tyre edhe interpretimi i shkëlqyer i aktores së mirënjohur shkodrane Merita Smaja të dy poezive. E para mësueset e fshatit e poetit madh Dritro Agolli dhe një poezi tjetër mjaft e bukur e poetes Uarda Albunesa. Radhë parë e uroj zonjën Naile të ketë shëndet dhe jetë gjatë dhe jetoj dhe më thëmë e lumtur aq sa Zoti na jep mundësi për të jetuar. Dhe do doja të lexoja fillimisht një poezi për mësueset, dhe është mësueset e fshatit, e Ismail Kadaris.
Lanë gjadere, ditët e shtuna dalin shpesh. Dhe zgjasin dorën nga makinat, herë dy nga dy, e herë veç e veç. Por shpesh, ata që janë brënda, me njëri tjetrin shkëmbejnë fraza. Si shumë pretendime, kanë mërë shokujani këto vajza. Dhe janë ata që bëjnë zhurmë, që kanë për vete 40 gojë, që i shkuar letra presidiumit për një kushin pa të mungoj. Dhe ato presin makin tjetër. Atje në rrugë, atje në shi, ato të urtat gjerë në dhëmbje, të thjeshtat gjerë në madhështi. E tek presin, java që kaloi, ju rikujtohet si në tymë, klasa me nxënësit, gabimet që u përsëritën në hartim. E në mbrëmje radion dëgjon njëra, tjetrës ndërmend i vjen sërish shikimi i fotoreporterit që andej kaloi rastisht. Ko e fejesës i ka ardhur dikujt, edhe ndoshta i shkon çdo ditë. Pluri shkumsit vello e bardhë, i bie mbi supe dhe e tronit. Po nuk ngren ato botën në këmbë, në komitet, në ministri, ato të urtat gjerë në dhëmbje dhe të thjeshtat gjerë në madhështi. Nan moj, kam gabuar. Fjallën s'ta kam një gjë. Si shtizën në rëshkën sot, në godit faj, inati, mërzia, edhe vaj. Hajde flokun, ma përgdhel, në prenin tonë, ma ruj një vend, si atëherë kur isha fëmijë. Dorën, zgjasja, ty, me të mri. Por gabimi është kohëmush, më kujton fajnë, zërën rusht. Fjallën tane se një gjova. Ah, moj nan, sa u gabova. Nan moj, kam gabu, muj për balë, du me të një gjurë. Si ta shpiu gabimin, inatin edhe zemërimin, kam një halë. Por nuk bëj sa, nan, halin me makja, parajs dhe therë mund duket jeta, por ama dashnia e nanës është e vërtetë.
Mjaft emocionues ishte momenti kur të pranishmëve ju jepet mundësia të shprehin në mënyrë të drejtë për drejtë urimet e tyre mësueses dhe zonjës së nderuar Naile Maloku. Dhe shi unë gjithë emocione janë për ato gjëra të bukura që kishte organizuar. Ju përshëndes të gjithëve që keni ardhur në monumentin e vjetor. Të gjithëve duke filluar unë ndodhem mes njerëzish më të dashur, më të mirë të mi. Mes familjes time, djalit nusës, fëmijëve të djalit, fëmijëve të gocave, gocat e mia, që jam dhëndurët pa tjetër, që jam shumë krenare për to. Por falinderi se në nderon me ardhjen kjo zonja këtu, zonja madhe. Është me merita një grua e rrallë, unë e kam njoft prej 50 vjetësh, kam respektin më të madh për atë që është kjo, që na ka konsideruar jo vetëm mua, po mendoj që mua në veçantë sepse i kam mësuar të bukuroshin që ky sot është në bankat e universitetit dhe do bëhet një prokuror, është të vetë drejtësi në këtë Shqipëri tonë të bukur, që na ka lënë gjithë bota. Përshëndetje gjithëve. Nderuar zysha madhështore, nëna madhështore, nderuar familjar të zysh Nailes dhe familjes Maloku. Është një nder dhe privilegj shumë i madh për mua dhe familjen time që jemi pjesë në 18 vjetorin e zysh Nailes. Të flasësh për zysh Nailen, duhet një kujdes shumë i madh që në mënyrë që t'i zgjedhësh fjalët në mënyrën e duhur dhe prap edhe shkrimtari më i mirë në botë besoj që nuk mund ta thotë atë që realisht zysh Naila ka bërë gjatë gjithë jetës së saj. Por sot më së miri ky banket tregon madhështinë e saj, tregon karakterin e fortë që ka pasur gjatë gjithë jetës, tregon harmoninë, zluarsinë, dashurinë që ka rritur fëmijët e saj nipat dhe mbesa. Zysh Naile, ti ke arsye që ti je shumë krenare për këto fëmijë të mrekullueshëm, për nipa dhe mbesa, për emrin tënd që ke lënë gjithë këto vite në fushkruj si mësuese nderuar, duke filluar me mua, me vajin tim, fëmijët e mi, por zysh Naila ka përgatit mjek, ka përgatit gjyqtar, prokuror, artist, shkrimtar, deputet, kryetar bashkish, personalitetet më të larta të shtetit, zysh Naila i ka mësuar vetë dhe sot i shiron ato frytet e punës saj. Nuk e di a do të mund dhe a i thash mirë ato gjëra që ti ke bërë, por unë jam shumë krenar që jam miku jot, miku i kësaj familje të madhe, dhe ti ke ditur ta transmetosh dashurinë edhe te fëmijët. U pofshi 100 vjeçe, qofshi gjatë e lumtur, pra gjithë ne. Tani zysh Naila është ambasadore e përpaqshëm. I mungon vetëm një titull qytetare nderi, që së shpejti besoj Bashkia Kruj do të nderoj vetëm duke ia dhënë titullin e zysh Nailes dhe për gjithë çka ti ke bërë në jetë, ti je shumë krenare, ti je shumë e lumtur dhe ke kohën tani që ti shijosh gjithë këto arritje. Gëzuar gjithëve, ishte nder dhe kënaqësi personale e sonte këtu dhe jemi shumë krenar që jemi miq të zysh Nailes dhe familjes Maloku. Gëzuar. Nuk jam shumë e fortë, shumë e fjallë si buna. Jam shumë letër. Mami, më fshishën vjeqë. Gjithë jeta jime. Nuk e di që kuptim do kish jeta pa të ty, ose si do ishte mbrapa. Po unë uroj të kesh jetë gjatë, me fëmijë, me nipër, mbesa, vetëm shëndet, jesh adaptuar me lumturi, ngrohtësi, ashtu si që je vetë vetë, ashtu si që ke transmetuar gjithmonë fëmijëve, njerëzve të afërm dhe vetëm dashuri
ngrohtësi dhe me ty ndjehemi nuk di. Shumë faleminderit mami. Jashtëzakonisht mirë. Shumë faleminderit. Duroj vetëm jetë gjatë dhe shëndet, si që tjetër s'kam. Faleminderit gjithë. Faleminderit për ftesën. E falenderoj edhe punën që nasove në Shkodër sonde. Shumë shkodran nuk i njohim, po shpreh në kënë shkodran ta në i bën këtë di. I urojmë në Nailës, i urojmë për mua e nënë e dytë, pas ka mëjtim, të urojmë edhe 180 vite. Më duaj që të thyesh rekorde dhe vetëm rekorde. Me shkruajtje libri Guinness. Po. Është misioni im që të bëjmë qytetarën nderuar, me të Zotit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Zoti e di që unë do isha javën në të thoja këto llafe, nëse Teta Nailës po ndonte me mua në fjalën e vitit. Faleminderit. Por që si dihet ku do isha sot domethënë. Faleminderit për shërbimin tënd. Faleminderit për mundin, se ne shohim të gëzuar sot për kush e di sa i provuar në jetë. Faleminderit për çdo gjë që ke mësuar, për çdo njeri që ke dhënë shpresë, besim, dashuri e tjerë. Faleminderit për sinqeritetin që ke treguar dhe për mundin që ke bërë për mua. Faleminderit. Shumë faleminderit. Unë kam një jetë që njifem me Susenaide. 50 vjetë për para, Susenaide ka qenë zonë ka jetën e saj, vazhdon të jetë, ka rritë fëmijë të mrekullueshëm, falë se kam emocione se fjalët më të mira flasën në Susenaide. Kemi punu bashkë, kemi jetu bashkë, kemi kalu dhe dirveti sa në kena ecë, kena shku nga fushkruja në lusë. Balta deri këtu. Kurse sot për shoh shiqyr që e mirë, edhe me një familje të shëndosh, të edukuar, të shkolluar, të arsimuar, fjalët më të mira po flas. Më falje se kam emocione dhomë, se nuk më merr të mendja se do vija këtu një ditë, do flisja për mësuesen Ailën, mbas 50 vjetësh. Zemra një me. Jetosh e gëzosh të jetën, i pash me jetë, e tamë të mirat e zemrës. Faleminderit. Se në Shkodër jam shumë e lumtur që të kam. Unë kam qenë jabanxhie tani jetu kur martova herë Bartolon. Jabanxhie atje, jabanxhie edhe këtu, se kur më thonë, ti si e shkodrane, thonë punë. Shkodrane dhe bëvaden. Shumë faleminderit. Jeta. Shumë faleminderit. Si puna këtyre që vetë që vi kanal nga jashtë. Kur shkojnë atje, thonë jeni të buve. Kur vinë këtu prapë, jo jeni, si jeni shqiptar, po jeni imigranta. Unë të uroj gjithë mira dhe botës si që jeti vetë. Lumë ato fëmijë që rriten me gjyshër, edhe lumë ne që jemi rritë me ty. Një surprizë tjetër e këndshme ishin urimet e sjella nga të afërmit apo dhe miq të cilët e kishin të pamundur të ishin fizikisht në këtë organizim të bukur. Përmes video mesazheve u përcollën emocione pafund tek të pranishmit, po sidomos tek zonja Naile. Zonjës Naile i dëshirojmë plesni të mbar, një gru e madhe, një familje shumë e madhe, që në ditët më të vështira të jetës tonë, gjatë luftës 99, na keni hap dyert, ato ju kemi bërë jetën mëtë. E dim se ne nuk mujmë me ju këthuj, po dhash Zotit ju këthej nipa e mbesa e njuve. Edhe njerë për gjithë juve, për zonjën Naile, ne kemi përgatit nga një dodhi, gëzuar Tota Naile, u bof 100 vjetë. Gëzuar, urime u gëzofshin. Gëzuar dhe falat të gjithëve. Kjo video shkon për Zysh Nailën, shpirt, ma e mira, urime edhe gëzuar 18 vjetorin. Inshallah paç një matur fantastike, edhe dashti madhi Zot mo më shkollë të lartë ku të doj qefi ty. Je taman 18 vjeçe, ashtu ke qenë qysh kryetarës, ashtu vazhdon t'jesh. Nuk e di, na dhonsh nga rinia jote, për Zotin, të du fort, të kemi shpirt gjithë, edhe ke qenë dhe do ngelesh gjithmonë ma e mira në dynjo. Se më fushkruj, po e, murë të zeza s'bot laf, po puna është që je ma e mira.
Naile, rosh gjatë e lumtur me gjithë familjen tënde. Gëzuar të Naile, qofshe. Gëzuar hala. Gëzuar. Urime. Edhe në 100, por që fojmë fort. Shumë urime. Gëzuar nga familja i madhi. Mos mbafsh mend sa ditëlindje festosh. Gëzuar gjithat mirat me gjithat e që të rrethojnë. Gëzuar. Urime të 10 vjetorit. Shumë urime ditën tënde. Të urojmë gjithë mira. Edhe pse jemi larg, me zemër jemi pranë jush. Të duam shumë. 80 vjetor. Gëzuar, urime. E këtij gëzimi të mrekullueshëm, një nanë e mrekullueshme me fëmijë, me nipa, o Zot, kjo është gjithmonë e gëzuar. Faleminderit Zot. Faleminderit të gjithëve. Atë atmosfera të rëmben me ritmin e saj, të gjithë bashkohen në kërcime të këngëve të bukura shqiptare. Mes tyre këndon dhe kërcen edhe mësuese Nailja, duke sikur ajo, edhe në moshën 80 vjeçare, është një burim frymëzimi. I qëndron pra dhe dëshiron të mësosh prej saj sekretin e një jete të lumtur. Lidhje që e vendos me njerëzit zbulojnë karakterin e një gruaje të fortë, burimi i pashtershëm dashurie. Dhe teksa e shijojmë pafundësisht këtë ditëlindje, na gëzon edhe fakti se ne duhet të tregojmë shumë të vëmendshëm ndaj festimit të ditëlindjeve të këtij brezi. Këto ditëlindje mbartin një njohje, të cilën patjetër që duhet ta tregojmë dhe të inkurajojmë këtë brez që vijon të jetë aktiv në shoqërinë tonë. Të marrim dhe japim eksperiencën e jetës me njëri tjetrin dhe të përqafojmë këshillat e vyera që na e bëjnë rrugën e së ardhmes më të lehtë. Po të tham, ty tot po baj bam. Po vjen moj flak, po të tham, ty tot po baj bam. Veni nalla, kom mos hajde po, shkëtumi Selena, unë ty do të baj hatar. Veni nalla, kom mos hajde po, shkëtumi Selena, unë ty do të
këto pra ishin dy materiale që ne kishim përgatitur për sot. Ju urojmë zotit Zef edhe zonjës Naile ta kaloj 100 vjetorin e tyre dhe t'i kemi të shëndetshëm, plot jetë dhe plot energji ende në jetë dhe pranesh. Nxis të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur të kujdesen për gjyshërit e tyre dhe të festojnë ditëlindje ndoshta edhe më të thjeshta, por që do i mbushim ata emocionalisht dhe do i kemi edhe më gjatë pranesh. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30, ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të TV1 Channel. Do të shikohemi të premten e ardhshme në emisionin Aromë Shkodre. Natën e mirë.